Kur erdhi i tha, o Albin, Vjosa Osmani dhe Edi Rama thik ma shpine po ta bojnë. S'është e mundër Vjosa, hajde për Edi Rama nështë anti-shqiptar, a i ka thonë, Vučićin e konsideroj si vlla. E tash, kur shkojnë Tiranë, ku ke Edi Rama? Ase Ministeri Punëve tja, tha jem shku, tha mi kalzu, tha Albinit, gjana sekrete, anti-shqiptare, ti dhe Vjosa që këni desh, edhe e shkarkoj. Si e, a e mirë? Shumë mirë jam. Jam e këzone për emisionin 05, njihemi. Po, Po du me të pyet për politikën momentalisht, Vjosa me Albinin, qysh ishe? Vjosa dhe Albini, gjatë tyne 4 viteve, ne i kanë shdrit ftyren në tubime ndërkombëtare. Sepse kanë pas koordinim me zveti, ku ka shkue Vjosa me na prezentu, me na përfasu, si presidente e Kosovës, ne i ka shdrit ftyren. Jënë koordinuën me zveti, Albini, Vjosa. E në fond që ka ndodhit? Ka dalën nga Albini, Vjosa, Donika, Glauku, e tash mas më rami është në pyetje interesi. Po thonë që i ka bërë do pasoni, jënë tjera shtete ka qupare, ajo, du të me falendru Spiropolin, ish Ministrisë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, kur erdhi i tha, o Albin, Vjosa Osmani dhe Edi Rama thik ma shpine po ta bojnë. S'është e mundër Vjosa, hajde për Edi Rama nështë anti-shqiptar, a i ka thonë, Vučićin e konsideroj si vlla. E tash, kur shkojnë Tiranë, ku ke Edi Rama? Ase Ministeri Punëve tja, tha jem shku, tha mi kalzu, tha Albinit, gjana sekrete, anti-shqiptare, ti dhe Vjosa që këni desh, edhe e shkarkoj.